të mia të para ka qenë ajo beauty, ju përkushtova bukurisë si çdo vajzë që e pëlqen të bukurën. Mendova që edhe unë duhet të bëj diçka, ose doja të bëja diçka në atë drejtim. Ka filluar çdo gjë me një studio të vogël prej 15 metër katror, me një buxhet minimal. As nuk dua të përmend shifra, sepse është e tmerrshme, ose sot them ku e ke marrë atë guxim. Mirë po, progresi ishte shumë i suksesshëm. Unë arrita të perfekcionohem ose të arsimohem në fushat e tjera, jo vetëm në pjesën e estetikës. Madje arrita të hap në Tiranë, në Shqipëri, një qendër estetike që u bë për një kohë shumë të shkurtër, goxha e famshme dhe atje. Por kam pasur gjithmonë shpirtin e sipërmarrëses. Ndaj vendosa në kam qenë moshën 28 vjeçe, të arsimohem dhe njëherë në drejtimin e menaxhimit, komunikimit e të tjera, sepse mendoj që eksperjenca në praktik është absolutisht e vlefshme. Por nëse ne duam në të vërtet të drejtojmë, të kemi domethënë ato leadership skills, është e rëndësishme që idetë që kemi edhe eksperiencat që kemi t'i hedhim dhe në letër. Sepse duhet të delegojmë. Në momentin që delegojmë, duhet bashkëbisedojmë me njerëz në mënyra të ndryshme, kështu që ishin disa gjëra që unë nuk i mësoja dot nga praktika. Ndaj ju referova edhe një herë arsimit, shkollimit, edhe që atëherë nuk jam ndalur, kam marrë një rrugë tjetër, jam ndarë nga fusha e bukurisë, atë e kam sot thjesht pasion, por është një nga sipërmarrjet më të bukura që kam pasur. Edhe sot kam shumë respekt për njerëzit që e bëjnë atë, e ushtrojnë, sepse është një biznes shumë, nuk është i lehtë për të bërë, sepse është luks, nuk janë produkte që i kemi të domosdoshme për jetën, është shumë një nga produktet madje më të vështira për ta shitur, por më vjen shumë mirë që është bërë shumë fitim prurës sot. Ishte e vështirë që të ndryshosh, apo thjesht të kalosh në diçka tjetër, diçka të re, apo ishte e nevojshme? Ishte e nevojshme, unë mendoj që çdo gjë ka të bëjë edhe me zhvillimin ton personal. Unë pata një zhvillim, pata një shndrim edhe në karakterin tim, dhe këtë e bëra gjithashtu natyrshëm, merrti shumë natyrshëm dhe e bëra. Prandaj ju them shpeshherë edhe sot jam në këshillim biznesi, sigurime financë, ju them dhe klientëve të mi, mos keni frikë nga ndryshimet. Ndryshimet janë të bukura dhe ka një arsye pse vjen thirrjet. Thirrja është gjithmonë e brendshme. Kur ti e mendon, gja e ke bërë për mendimin tim. Dhe nëse nuk e bën, je pak frikacak, po do të vi një moment që do ta bësh, sepse mendimet nuk na vinë rastësishëm. Vinë për një arsye. Për një arsye. Për komplet qenjën tonë njerëzore. Gjithsesi, më intereson shumë di tani si u kultivuan, si erdhi kjo thirrje, këto mendime për të zhvilluar bizneset ndryshme, këto dëshirat flakta për të parë Malborën diku tjetër, në një shkallë tjetër. Fillimisht unë... Janë njerëzit, janë librat, çfarë ndodh? Pse vinë pikërisht? Tek unë ka qenë diçka, mund ta përshkruaj kështu. Për shembull, në momentin që unë aplikoja në një vend pune, për një fat shumë të shkurtër kohor, mua më ofronte një vend pune për ta drejtuar atë biznes. Edhe detyrat më jepnin gjithmonë më të mëdha. Mirë po dhënë në veten tënde që ishe një menaxher i mirë, një lider i mirë, një e kërkoja vetë. E kërkoja vetë dhe e kisha shumë të vështirë të shoh një detyrë të timen, një këndvështrim shumë të kufizuar. Gjithmonë më ka pëlqyer të shikoja pamjen e madhe dhe mbi të gjitha virtyti që mua më ka qenë shumë i vlefshëm. Ka qenë ajo të qenurit empatik. Domethënë unë gjithmonë kam ditur shumë mirë si mendojnë punëdhënësit e mi, për çfarë kanë nevojë ato, dhe mua më pëlqen, jo vetëm atëherë kur kam qenë e punësuar, po edhe sot madje, dhe sot akoma më shumë, që unë vlerën më të madhe i jap tek shërbimi. Mua më pëlqen t'ju shërbej të tjerëve, sepse vetëm ashtu bëhet dhe biznesi im i vyshëm. Duhet të jesh në shërbim.